Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Do të vi pranë jush me një histori tepër të dhimbshme. Do të vi pranë jush me një histori tepër fisnike nga ana e zonjës e cila e ka rrëfyer, por mos mirënjohëse nga njerëzit të cilët kanë shpëtuar jetën. Edhe pikërisht do të ndalojmë tek historia e dytë në fakt që unë rrëfej e ngjashme, ku kunata i dhuron kunatës veshkën, ndërsa kunata del mos mirënjohëse, në këtë rast bia e shtëpisë. Historina e ka shkruar një zonjë nga Tetova, e cila jeton në Zvicër. Unë jam një grua nga Tetova, e cila prej vitesh jetoj në Zvicër. Historia ime është e dhimbshme, e rëndë,